Parashikimi i horoskopit për vitin 2026 për shehjen e Dashit. Pra, po flasim për eventet të cilat kanë me ndodh për Dashin në 2026, eventet të cilat do ta ndryshojnë Dashin edhe jetën e tij. Këto po e bojmë për me ndihmu Dashat se si mu orientu edhe ku mu fokusu gjatë periudhës së vitit 2026. 2026 pra për Dashat do t'jetë ndryshim i madh sepse Saturni, i cili po e përfundon ciklin e vet, ai prej peshqeve më në fund del në Dash, kështu e përfundon komplet një cikël 33 vjeçar. Edhe këtë event qellor do ta presim më prej datës 13/2 2026. Kemi pra Saturnin në shenjën e Dashit. Çka na bën Saturni në shenjën e Dashit për Dashit? Ndryshim të strukturës, ndryshim të përgjegjësisë, disiplinë edhe qëllime të reja. Për Dashin do t'jetë një epokë e re e sukseseve nëse ata arrin ta ndryshojnë veten. Nëse Dashi në 2025 e ka kuptuar se çka po ndodh me ta, dhe cilat janë ata gjanat të cilat ai duhet me ndryshu te vetja e vet për të pasur rezultate më të mëdha për veten e vet, kuptohet pra në sferën e asaj se si ata e shohin veten dhe si e prezantojnë veten te të tjerët, atëherë kanë mundësinë super të mirë për këtë vit, prej shkurtit, gjysmës shkurtit të vitit 2026, që të nisin një cikël të ri edhe të vënë vetes qëllime të reja, të vënë vetes disiplinë në ata qëllime, të marrin përgjegjësi për ata çka dëshirojnë me bë edhe ta ndryshojnë veten në tërësi. Do ta kenë suportin e Saturnit, kuptohet, na e dim që Saturni është gjykues, është mësuesi jon më i vështiri, ai vërtet do t'ja ndihmojë atyre të cilët kanë qenë të disiplinuar edhe i kanë pas dëshirat e veta të qëndrueshme normalisht, kurse ata të cilët kanë qenë të padisiplinuar edhe nuk kanë arrit me gjetë vërtetën e vet, atë çka ata në fakt dëshirojnë, për ta do të ketë edhe ndërshkime. Me njëherë mas Saturnit vjen edhe Neptuni, i cili po shkon thuajse kamas. Me njëherë mas Saturnit ai do të vi edhe ai në fushën e Dashit. Neptuni si planet na bën paqartësi, ai është mreti i mjegëllës, ai na bën vërtet inspirime, na bën mundësi për me qenë na më kreativ. Ndryshimin e Neptunit e kena me 26 janar, ai do të dalë në Dash, Neptuni në Dash do të na bëjë mundësi me qenë më kreativ, me qenë më zhvillime të brendshme, me qenë më introspektiv, me kuptu veten pak më thellë, me veten disa herë a është vërtet kjo dëshira jon apo na kena iluzion këtë dëshirë, a është peri natit, sepse te Dashi na e dim që Dashi është shej i cili është me elementin zjarr, mirë po ka karakter kardinal që i bën është lider edhe sunduesi i tij është Marsi. Mirë po kur flasim për Neptunin edhe ardhjen e Neptunit në fushën e Dashit, do t'i bija aty në një kreativitet të theksuar, po ashtu edhe zhvillime të brendshme, pikpyetje të mëdha se sa janë të qëndrueshëm në atë çfarë dëshirojnë edhe në atë çfarë ata, se si ata e paraqesin veten për njerëzit e vet, për rrethin e vet, për shoqërinë e vet, edhe për të gjitha ata çka ata dëshirojnë me arrit. Muajin shkurt e kemi bajagi të theksuar për Dashat, edhe duhena me thonë gjithsesi që e ka një eklips, e cila një eklips total të diellit në shenjën e Ujorit, që te Dashi do të ndikojë në shoqëri. Duhena marrë parasysh që gjatë muajit shkurt, fundi i janarit edhe shkurti, i komplet për Dashat do të bëjnë ndryshime të mëdha edhe në sferën e shoqërisë. Me atë ata do të kuptojnë se kush janë ata shokët e vërtet, në fakt, kush i ka mashtru, kush i ka rajton kohën, ku vlen të investojnë energjinë e vet, në çfarë rrethi, në çfarë shoqërie. Po eklipsi do t'i bëjë një eklipsi i cili ndodh me datën 17 do t'i bëjë atyre një mundësi të re. Do t'i bëjë në një fillim të ri, do t'i jap vlerë lirisë së tyre, edhe lirisë shprehjes, edhe lirisë në shoqëni, që të njihen ata komod për të krijuar raporte të reja ose mundësi të reja në shoqërinë e vet, shoqëri e cila përmes shoqërisë ata mund të arrijnë që të kenë mundësi të reja, sidomos në paraqitjen e tyre publike edhe në masa të mëdha, që i bjen me thonë në internet, në TikTok, në Facebook,
në Instagram ose në çfarëdo lloj rrjete sociale. Dasha duan me thonë që janë njerëzit e iniciativës, ata gjithmonë na japin një mundësi, ata shkojnë pa e menduar 2 herë edhe në luftë edhe në dashuri. Kështu që eventi tjetër që duhet më u përmend ndodh në mars. Me datën 3 të vitit 2026 e kemi një eklips solar që për dasha do të ndodh në fushën e rutinave ditore, e mundësive për punë e dashurisë, edhe eklipsi hanor gjithmonë ka të bëjnë me ndërdijen tonë, me atë se si na në fakt në një moment të caktuar mendojmë ashtu si mendojmë, edhe ndodh diçka, edhe për një herë qëndrimi jonë ndaj njëjtës temë ndryshon. Kjo ndodh kur kemi eklipse, eklipset në përgjithësi na hapin një dritare tjetër, edhe na japin mundësinë që na të paraqesim veten në mënyrë tjetër, sidomos kur është në pyetje dashuria, partnerat tonë edhe kolekt. Në këtë eklips lunare që i bjen, me thonë, eklipsohet hëna me datën 3/3 të marsit, muajit mars, e kemi të rëndësishme që dashat ta kenë parasysh shëndetin. Ata duan më kujdes shumë për shëndetin e tyre, sidomos për shëndetin mendor, edhe mos më u bë nervoz shumë në këtë eklips. Me 30 qershor e kemi një tjetër event shumë të rëndësishëm, sidomos në fushën e dashurisë për dashat. Një dashuri e re është e mundshme më ardh në muajin qershor, në fund të muajit qershor ose fillim të korrikut. Për dashat një mundësi super e mirë, sepse Jupiteri, planeta e benefikëve, është benefiku më i madh, ai që na i bën të mirat më të mëdha për të gjithë dashat të cilat janë të lirë, do t'ja jap një mundësi shumë të mirë që të binë në dashuri. Ai do të tranzitojnë nëpër fushën e tyre të pestë, kjo do të jetë mundësi që të dashurohen, të krijojnë raporte të reja, njëftësi dhe dashni e cila ka më zgjat bajagi shumë. Temat kryesore për këtë event, domethënë fundi i qershorit edhe fillimi i korrikut, i bën gjatë herë kur fillojnë pushimet. Të gjithë dashat duhen të pas parasysh që ata duhen të jenë sa më shumë kreativ. Të jenë kreativ në raportet e veta, sidomos të dashurisë. Jo sidomos, po veçmas të dashurisë. Kësaj radhe duhen me përmend që njerëzit të cilët janë në lidhje, ata të cilët janë në moshë për me kriju fëmijë, është periudhë shumë e mirë për me zgjeru familjen, për ata të cilët janë një pa e mesa, po ashtu do të kenë risi në këtë fushë. Pra, një verë shumë e bukur për dashat, e pastaj me njerë mazvere, ose ka fill gjysa e muajit të 6, e kemi Saturnin i cili do të vinë në udhëtimin e vet retro. Udhëtimi i Saturnit retro do të zgjas prej datës 26 qershor deri me 10 të muajit nëntor, jo po dhjetor. Domethënë deri me 10 dhjetor është një periudhë 6 muajore kur Saturni kthehet retro. Çaj Saturni i cili na ka hyrë në shtëpinë e parë në dash në muajin shkurt. Ai Saturni kur të kthehet në retro, edhe do ta kthehet sërish në rrugën ka kalu një herë, gjithmonë në fushën e dashit që është për ta fusha e parë, ata do ta kenë mundësinë që të përmirësojnë gjanat të cilat i kanë gabu vitin që shkoi 2025 ose në fillim të këtij viti 2026. E ka një provim të dytë. Ky është, si më thënë, afati i fundit, afati i shtatorit, kur e kanë mundësinë që të përmirësojnë gjanat të cilat i kanë pozicionu gabim në raport me veten, edhe në raport me atë se si të tjerëve është paraqit dashi. E kanë mundësinë që përmes Saturnit retrograd, i cili do të ketë udhëtim të gjatë prej fundit qershorit e deri në fund të vitit gati, data 10-12, ti përmirësojnë të gjitha ata gabimet të cilat i kanë bë në statusin e vet, në atë se si e kanë paraqit veten për të tjerët, edhe në punë, edhe në dashuri, edhe në familje. Kur flasim për një periudhë tjetër shumë interesante, është tetori. Tetori na bën 2 planeta retro në fushën e 8. Është Venera edhe Merkuri, të cilat do të shkojnë në retro në tetor, afërsisht rreth datës 3 edhe datës 3 edhe 24, deri diku në gjysmën e nëntorit. Janë 2 planetat të cilat vërtet na sjellin energji emotive edhe komunikim
Të dyja do t'jenë retro në këtë periudhë në shenjën e Akrepit. E për dashat, kjo do të thotë që është koha kur ata duhet të, për ata të cilët kanë humbur dashuri, do t'i kthehet dashuria vjetër në tetor, ose gjysmën e tetorit e andej, gjysma tetorit, gjysma nëntorit, dashuritë e vjetra kthehen, komunikimet e vjetra kthehen, temat të cilat janë lënë masdore edhe kanë me të papërfunduara, shumica prej tyre do të rishqurtohen, sheja e Akrepit është shej e thellë, asnjëherë shumica e partnerëve që do të kthehen në fakt mas një periudhe shumë gjatë do të kthehen për t'u hakmarrë edhe për t'i larë hesapet e vjetra. Është një mundësi e mirë që të gjithë dashat të rishqurtojnë. Këtu ka mundësi që të fitojnë edhe trashëgimi familjare, paren nga partneri, jetë të re sentimentale, seksuale e tutje. Kështu që shumë interesant për të gjithë dashat është periudha e tetorit. Prej datës 3 deri me 14 nëntor janë 2 planeta retro, të dyja planetat të cilat i binë partnerat e vjetër, komunikimet e vjetra, shoqërinë e vjetër, miqtë e vjetër, njerëz të cilët në fakt kanë qenë në jetën e juaj, por për një arsye ose tjetër janë largu, ata do të kthehen disa për t'u hakmarrë e disa do të kthehen me të vërtetë për të vazhduar me qenë pjesë e jetës së juaj. Edhe njëna prej eventeve kryesore për gjithë sheja dhe jo vetëm për dashin është eklipsi i cili do të ndodhë në gusht, me 12 gusht, eklips shumë i madh total i diellit në shejen e Luanit. E kjo sheja e Luanit për dashat i bën me qenë fusha e dashurisë. Shumë bukur, një verë shumë shkëlqyeshme për dashat, ata të cilët janë të lirë e ka një mundësi superiore që të binë në dashuri në vitin 2026, për të gjithë dashat të cilët janë të kërku fatin e jetës, mundësia shumë i mirë në këtë verë, duke nisur prej fundit korrikut deri te 12 gushti, kur edhe do të jetë eklipsi më i madh i vitit në shenjën e Luanit, që për ta është dashuria, fëmijët, trashëgimia, besa edhe për dashat të cilat kanë qef me qenë fytyra publike, mundësi e shpërthimit edhe mundësi e mirë për ta kuptuar bota se kush jeni ju në fakt. Dashave duhet me ju uru shumë fat në vitin 2026, edhe datat të cilat i keni ndëgju sot, t'i keni parasysh, merrni si një hartë navigacioni për atë se çka duhet të dëshironi ju. Pra, duhet të dëshironi ju për veten e juaj. Gjithsesi duheni me mbajtë mend që Saturni për juve do të bëjë ndryshime të mëdha, edhe ju në 2028 në fakt nuk do ta njihni me veten e juaj. Do të jeni verzioni juaj i ri me Saturnin në shtëpinë e parë. Suksese, urime vitin e ri për të gjithë dashat. Edhe ju të gjithë të cilët keni qef mi pas një hartë natale, i bjen me thanë horoskop personal. E me ditë se qëta planeta që kanë më ndryshu në 2026 si kanë më ndiku në juve individualisht, e keni mundësinë mirë që të me kontaktoni përmes rrjeteve sociale, edhe numrin e telefonit, e bani një pakesë simbolike, e keni hartën e juaj natale për të jetën. Pastaj mund t'i shohim tranzitat, se si lëvizin, si do të ndryshoj, do t'ju ndihmoj që të keni një qëllim të qartë dhe ta kuptoni se ku është destinacioni juaj për 2026. Kontaktoni.